Përgjithsisht kush janë autori dhe viktimat e kësaj ngjarje, çfarë dyshimesh keni paraprakisht mbi shkaqet e kësaj ngjarje? Por edhe rrethana. Po. Atëherë rreth orës 11:30 në spitalin e Tramus është paraqitur pa shenja jete shtetasi Ardian Balloshi, rreth i moshës rreth 27 vjeç. Nga konstatimet e para rezulton që ky shtetas doptimin e ka pasur me armë zjarri. Pasi punët mbi fill policore dhe timore, nga ana jon është bërë i mundur dhe identifikimi i autorit dhe po punohet në bashkëpunim me një grup të strukturar hetimor, në bashkëpunim me forca speciale, autorit dyshuar. Zotëtor, pa një pyetje, cili është motivi? Dyshohet paktën pista paraprake dhe ajo që bën më shumë përshtypje janë dhe forcat rënea në vendngjarje. Atëherë, duke pas parasysh dhe rrethshmërinë e autorit të dyshuar, është gjykuar arsyeshme që në operacion të marrin pjesë forcat speciale rënea. Vjet motivit paktën çka dyshohet? Dyshohet për motive të dobta. Ku ka ndodhur ngjarja, zotëtor? Në rrugën Drevish Luga. Çfarë ambienti është? Ka ndodhur në rrugë. Zotëtor, autori dhe viktima rezultojnë me precedent penal, çfarë mund të themi për sa i përket? Tani këto të gjithë këto çfarë kërkoni ju, i përkasin e turistëve timore, kështu që do jap një moment të dytë gjithatë. Janë të dy banorë të zonës? Po, të zonës. Janë banorë të zonës. Mendohet të ketë pasur bashkëpunëtorë edhe autori? Jo. Kanë qenë me automjeta në kom? Ka qenë me automjeta autori. Dihet nëse kanë pasur konfliktet me pashme? Po, hetohet. Grupet timor, po për gjitha ato verikimet e mundshme për të dalë me një pistë konkrete dhe të qartë për gjitha. Ka plagosur të tjerë për të viktimës? Jo, nuk ka, vetë është një person i plagosur që më pas siç u thash ka ndruar jetë në rrugës për spital. Është dëbuar me automjet private? Me automjet privat nga qytetar të rastit. Faleminderit.